Me mbi 1300 ndërhyrje të realizuar gjatë vitit 2025, shërbimi i zjarfikës në qarkun e Lezhës është përballur me një ngarkesë të lartë pune në fikin e zjarreve, menaxhimin e aksidenteve rrugore dhe emergjencave të tjera, por me mungesë të mjeteve dhe pajisjeve teknike. Këtë situatë e prezantoi përfaqësuesi i drejtorisë së përgjithshme MZSH pranë Ministrisë së Brendshme, Agustin Pepkolaj. Në analizën vjetore të këtij sektori në Lezhë, ai nënvizoi nevojën për investime konkrete nga ana pushtetit vendor për të përballuar ritmin dhe rrezikshmërinë e ndërhyrjeve. Vetëm në qarkun e Lezhës, në bazë të statistikave tona, pra jo zjarret të gjitha, por zjarret dhe ndërhyrjet ka qenë 1364 ndërhyrje, çka tregon që realisht kanë qenë këto ndërhyrje në zjarre, në incidente rrugore, në ndihmë të komunitetit. Pra, siç e dim, shërbimi zjarfikës është strukturë e vetme operacionale, e cila reagimit të parë, e cila në 24 në 7 ditë e javës është eficiente. Ajo çfarë për ne është shumë e rëndësishme është që ne të mund të gjejmë rrugë më të mira, dhe ajo çfarë me porositë të drejtorit të përgjithshëm është që ne të gjithë të kemi mundësinë që të jemi në kontakte të vazhdueshme me autoritetet e bashkive që mund të investojnë në ato fusha, pra që shërbimi zjarfikës ka më shumë në automjete, në logjistik, pra në sidomos edhe për incidentet e ndryshme. Ne përballemi shërbimi zjarfikës nga shumë perceptohet si shërbimi i cili është vetëm në mbrojtjen nga zjarret, por kemi gati 70% të ndërhyrjeve në bazë statistikave e kemi në incidentet rrugore, edhe incident për shpëtimin e jetëve të njerëzve, qoftë në ndërtesa, në çfarëdo lloj incidenti që ndodh. Problematikat e dola në fakt besoj dhe jam i bindur që gjatë vitit 2026 sillin nevojën e përmirësimit të planeve të reagimit të emergjencave civile dhe përmirësimit të tyre me kushtet e krijuara, kushte të reja. Në rrethana që ne jemi përballë gjatë verës kaluara apo gjatë edhe sezonit përmbyllje. Absolutisht do jetë në vëmendjen tonë normalisht për përmirësimin e logjistikës, infrastrukturës, e cila besoj se do jetë absolutisht në epiqendrën e gjithëve ne, që të arrijmë të përmirësojmë dhe të bëjmë sa më shumë të mundur që t'i ulim dhe të minimizojmë rreziqet. Qarku i Lezhës mbetet një nga zonat me rrezik të lartë për zjarre dhe aksidente rrugore, çka e bën domosdoshëm modernizimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të shërbimit zjarfikës për t'u përgjigjur emergjencave në kohë reale.